Skandali Epstein, që ka tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka lënë pa përfshirë edhe mikun dhe ish-këshilltarin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, Tony Blair. Një regjistrim audio publikuar së fundmi nxjerr në pas se si financieri i turpëruar Jeffrey Epstein diskuton shumë marramëndëse me ish-kryeministrin izraelit Ehud Barak, të cilët janë paguar ish-kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair për punën e tij si konsulent, duke vënë në dyshim marrëveshjet e tij financiare. Epstein, të cilin Blair ka pranuar se e ka takuar një herë në Downing Street, gjatë kohës së tij si kryeministër, flet me miratim për sumat e konsiderueshme që i paguhen ish-liderit të Mbretërisë së Bashkuar për punën e tij, por spekulon se parat nuk po shkojnë të gjitha për Blair. That's also something that I've heard from you, from Terry, I believe, that Tony Blair, for example, is doing some probably 11 million per year from the Kazakhstan government just to give them his advice to help them with lobbying in some NGOs and UN organizations. Tony has turned funny. So I don't know what Tony's doing for money. And I don't know if the money Tony is getting is actually to Tony or to somebody else. Who could it be? Sorry? Who could it be? Because it goes to Tony because they need help, so Tony gets to pay some of the money to somebody else. Because I hear gigantic numbers given to Tony, 5 million here, 10 million here, 5 million there. Tony's not making $30 million a year. Yeah, but he's became quite, I can judge from the style of his watching. Yes, but he's making 10 million a year. Yeah, probably. Yeah, but probably he get the money and he leaves some of it with others. Yeah, probably some of the providers. Zbardhja mbi 3 milion faqeve nga arkiva e pedofilit dhe trafikantit Jeffrey Epstein nuk ka lënë pa përmendur edhe Shqipërinë. Në një shkëmbim emailesh me të, ish-kryeministri norvegjis i shkruan atij nga Tirana, ku gjendej për vizitë, dhe tërheq vëmendjen për bukurinë e vajzave shqiptare. Gjithashtu, ish-emisari i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak dhe Epstein kanë diskutuar me entuziazëm për gratë dhe për një takim me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Pasi Epstein dërgoi një imazh i cili nuk mund të shihet në video, Lajçak përgjigjet, pse nuk më fton edhe mua në këtë lojra. Do të merrja edhe vajzën M.I. Kush nuk do të donte, i përgjigjet Epstein. Mund t'i kesh të dyja, nuk janë posesiv, edhe motrat e tyre. Më vonë gjatë bisedës, Epstein mund të shihet duke ju lutur Lajçak që t'i kërkoj Lavrovit t'i marrë një bluzë me Lavrovin dhe Vitali Çukrin, një ambasador rus në OKB i cili kishte ndërruar jetë. Ti merr bluzën, pastaj merr vajzat, shkruan Epstein, me të cilën Lajçak duket se bie dakord. Epstein më pas thot, pa shaka, motrat e tyre po notojnë të dyja në pishin. Kjo nuk është e drejtë, përgjigjet Lajçak. Megjithatë, të gjitha janë nën 30 vjeç, pra ndoshta shumë të reja për ty, shton më tej Epstein. Mirëmbrëma. Ju do thoni se çfarë na intereson dosja Epstein kur ne kemi dosjen e Akshit, ku mund të ketë kryevepra hollywoodiane krahasuar me ato çfarë ka ndalë aty. Por na intereson Tony Blair. Ma nxjerrni tani foton në ekran, me cilën mediat e Shqipërisë nuk janë marrë. Shikojeni. Është një email i dërguar për Clinton. Intervistë me shokun e Qelistot, e jetë nisë kategorik 2025 për Clinton. Në sesën kryesore u përmend një orgji me Tony Blair. A mund ta prisni ta ngjisni këtë? Ky është emaili. Tani, rreth 11 milion kthehemi, rreth 11 milion euro apo dollar merret nga Kazakistani për ta këshilluar. Ndërkohë që është personi që ka drejtuar mbledhjen e parë të qeverisë Rama, këshilltar pa pagesë i kryeministrit. Ne dëgjuam bisedë me audio të ish-kryeministrit izraelit dhe Epstein. Kur thotë që Tony është bërë komik në raport me parat, është i qetë, duket nga orët që ma në dorë, dhe ky njeri pas ka pranuar të punoj pa para me Edi Ramën. Ta këshilloj dhe tjetë mentori i tij. Në çdo takim, ose sa herë ka nevojë Rama, zgjidhja dhe ndërmjetësuesi është Tony Blair. Madje aludohet edhe për ftesën për në bordën e paqes. Ndërkohë që Tony Blair në kohën e pandemisë është ish shtetare, po personi përmendur në dosjen Epstein që ka vizituar më shpesh Shqipërinë dhe ministrit në qeverinë shqiptare. Sa herë kemi kërkuar kontratë, marrëveshje, pagese me Tony Blair, qeveria shqiptare nuk na e vën në dispozicion. Një herë thotë është pa pagesë, një herë nuk e vendos në dispozicion. Ndërkohë thuhet që edhe bashkëshortja tij ka kontratë me qeverinë shqiptare. Kjo për të kuptuar se pse është kaq i gjatë
Edi Rama në raport me ndërkombëtar dhe pse janë mbyllë syt përpara tij në raport me ato çfarë ka bërë demokracisë dhe se si i ka kthyer në sistem korrupsionin dhe krimin në këtë vend. Do diskutojmë sonte mbi Epsteinin amerikan, po edhe mbi Epsteinin shqiptar. Pasi ka një server të marrë nga zyra e Ergyes Agasit, e cila pritet të bëhet publike nëse ndonjëherë SPAK guxon ta bëjë publike, por po nuk e bëri SPAK, e sigurt që do rrjedh. Nuk ka gjë që mbahet. U mbajt dosja e Epstein për shumë vite, por Epsteini ynë jam i sigurt që do dalë më shpejt se ajo. Dhe do qelbet dynjaja, jo vetëm politika. Për të kuptuar se kush na qeveris dhe nga i kanë këto influenca, bota e krimit, bota e korrupsionit dhe bota politike në Shqipëri. Kam të ftuar sonte ambasador Gimnesh, ambasador Mirbrëma. Entona Beleka, Enton Mirbrëma. Artan Hoxha, Tan Mirbrëma. Andri Bala, Andri Mirbrëma. Ambasador, po e filloj me ty. Ai që drejton de facto qeverinë shqiptare, pa pagesë, thotë Rama, është Tony Blair. Ai që pam tek dosja Epstein. Një njeri i etur për para dhe një bashkëpunëtor diktator shkudo në botë mjafton që ai të paguhet. Shumë e saktë, edhe këto janë evidenca që edhe shtypi anglez i ka bërë. Kam parasysh 2011 The Guardian thoshte që merr 20 milion dollar nga një konto bankare nga Emiratet Bashkuara, të cilat i siguronin një këshillim për sërbët dhe për mongolezët, dy qeveri të cilat i këshillonte. Më vonë, ky u duk si këshilltari kryesor i qeverisë shqiptare dhe gjatë kësaj periudhe, pavarësisht pretendimeve të zotit Rama që thoshte ne këshillon në mënyrë pa pagesë, ai ka marrë, domethënë, nga të gjitha anët ka përfituar gjëra të cilat kanë lënë gjurmë, jo ato të cilat ai ka marrë fshehurazi, dhe kjo është diçka sepse në një farë mënyre në thonjza ai ka dhënë shpirtin shqiptarit për lek. Ai është dihet sot që ka qenë negociatori kryesor me amerikanët për të bërë lëshimin e mundur për ndryshimin e kufive në Ballkan. Domethënë, një njeri që pretendonte që çliroi Kosovën ishte arkitekti për të mbajtur në pushtet Vučićin dhe Ramën, duke bërë atë coptimin e Kosovës për t'u dhënë të dyve këtyre të plotsonin ato aspiratat nacionaliste dhe krenarin për të mbetur në pushtet. Kjo dihet nga takimi 31 korikut i 2019, ka takuar sekretarin Pompeo, një ditë më vonë ka takuar bashkë me sekretarin e shtetit Pompeo në OKB Vučićin dhe së bashku me Vučićin më vonë kanë vajtur në Këshillin e Atlantikut në Chicago për të dhënë leksionin e tyre se çfarë duhet ndryshonte Ballkan. Nga ana tjetër, Tony Blairi ka vepruar dhe ka shfrytzuar dobësitë e karakterit të Edi Ramës, duke njohur mirë që është një charlatan i cili shet interesat e vendit të tij vetëm të mbetet në pushtet, dhe për çështjen e gazës dihet që para 2 vjetëve ka edhe ka disa shkrime dhe kapitali këtu që i ka evidentuar 2 kompani, një kompani gjermane, domethënë Boston Consulting, dhe një kompani tjetër që është një nga ish ortakët e Sherry Blairit, kanë marrë fondet konsiderueshme nga qeveria shqiptare. Boston Consulting sigurisht për ta konsultuar një qeveri të korruptuar deri te nga maja e kokës deri te këmbët, siç është qeveria e Edi Ramës, për ta konsultuar se si mund të luftohet korrupsioni në Shqipëri. Nuk ka asnjë rezultat, nuk dim asnjë gjë, vetëm dim një gjë, që Tony Blairi është pranuar në projektin e gazës për arsye sepse 2 punonjës të tij kanë punuar me Boston Consulting. Domethënë, Rama me Tony Blairin aq të lidhur në shumë afera, duke filluar që nga afera dhe futja në Shqipëri për 2 vjet e shoqërisë doganes Crown Agency, Agjencia e Kurorës, që merret me doganat me tjera, me çështjen e zonjës Blair, e cila është firma e saj, është konsulentja kryesore e qeverisë dhe paguhet deri tani me miliona dollar për çështjen e detit me Greqinë,
për çështje të tjera të cilat ca i dim dhe ca nuk e dim, por këta janë, domethënë, kanalet kur Tony Blairi mbledh të gjitha ato influencat që i bën në Shqipëri. Dhe duke përfunduar zoti Peka, dua të them që është pikërisht ky që po i mohon Shqipërisë rrugën demokratike, mungesën e shtetit ligjor, një njeri që e konsulton për hir të parave dhe domethënë ato që janë evidentuar sot tregon që ky është bërë një element i papërgjithshëm sot në shoqërinë shqiptare, duke hequr të gjitha ato nostalgjit që kemi parë dhe kemi vlerësuar për kontributin e tij së bashku me Clintonin për çështjen e shpëtimit të Kosovës. Me veprimet që ka bërë gjërat e kundërta në Shqipëri. Tani, mendoj që më shumë se sa këta brokerët ndërkombëtar që janë të gatshëm për të ofruar mundësinë kuptim mund t'i përdorë si shkarkus lobingjesh dhe interesash. Edhe në biseda e thoshe që s'besoj që i merr Tony Blair gjitha këto para. Pra ai diku i shkarkon. Është si puna e asaj historisë që kishim ne me pastrusën, me rozetën. Ato thjesht u gjetën te tubi i aspiratorit të rozetës. Po nuk kishin para as fituara nga rozeta, as para që i përdorte rozeta. Pra ishte dikush tjetër që i qarkullonte. Dhe këta janë në rolin e pastruesës së rozetës. Janë në rang ndërkombëtar, ku jepet mundësia, po të shikosh vendet më të mëdha që lëvizin këto lloj personazhesh shumë të rëndësishëm për politikën globale në momente të caktuara, ata janë vende o gjysëm diktatoriale o vende autokratike, pra janë Kazakistan, Azerbajxhan, Shqipëri, pra po të shikosh, ata gjejnë, po thuaj, vendet botës tretë, ku sigurisht aty mund të lëvrohen këto shuma kaq të mëdha pa kokçarje për ta. Kështu që mund të them që neve nuk na intereson shumë se çfarë bëjnë këto lloj personazhe, ata janë qarkullim. Edhe po mos duam ne, po mos do Shqipëria, ata janë qarkullim. Ajo që është problemi jonë dhe që është edhe njëkohësisht dhe fatkeqësia jonë dhe shqetësimi jonë, është si është e mundur që një vend kaq i vogël sa Shqipëria, me resurse shumë të cunguara, të bëhet kaq këshërin diellës për personazhe të tilla. Pra si arrin kryeministri jonë që t'i fusi në agjendën e vet pikërisht personazhe të këtij niveli, të cilët i garantojnë atij her pas here, por kur ai është në situatë vështirë, ata e nxjerrin nga vështirësia. Nëse e mbani mend, kryeministri Rama në momentin që ishte kryetari i bashkisë në fillim, aty ka qenë një klerik hebre, nëse më që ishte këshilltari që mbante në hije, nuk kujtohet emri tani në tonë, mos e kujton. I kleriku që kishte Rama kishte kryetar bashkie. Po më çka po çka gjeni izraelit aty gjithkohë hebre? Pa Artur Frankenstein. Artur. E kishte aty, e ka pasur gjithmonë një derisa erdhi Tony Blair. Pastaj kë kemi parë vitet e fundit në Ramën që ka marrë punë të tilla. Erdhi një izraelit tjetër që dha pasaportë shqiptare, Roni Efet. Ja, po Roni është një mashtrues ordiner. Mashtrusi për këtë punë duhet të shpëtojë nga halli që ke. Jo, se ka influencë. Ore, ka të tjerë influencë. Ja po të them një gjë që është fare banale. Ore, çfarë do kryeministri i Shqipërisë të takojë Florentino Perezin e Real Madridit? Po. Ma shpjegoni to? Po kush e çoi atje? Ai që e preu foto, Sinani Drizi. Çfarë është Sinani në këtë histori? Ha, kthehemi tek pjesa jonë. Pra, ka shumë shpaguar. Çfarë janë këto arkitektët që ai sjell, këto arkitektë ndërkombëtar që ti ka futur në çdo projekt, në çdo kull në Tiranë? Janë ata pra që bëjnë lobing, janë ata që shkarkojnë. Ata nuk vinë këtu se punën e bëjnë arkitektët tanë. Çdo gjë e bëjnë tanë. Ata thjesht marrin paratë. Ata thjesht janë fasada e asaj industrie që kryhet poshtë. Dhe prandaj po them, ne na intereson kjo pjesa poshtë. Edhe fasada më fal për të mbajtur propagandën për Ramën edhe për Shqipërinë. Gjithë ato që paguhen nga shtesat ju jepen shoqërive të arkitekturës. Po pra për Ramën po me lekë të shqiptarëve. Me lekë të shqiptarëve. Tani vjen te pjesa tjetër. A kemi ne raste të ngjashme me raste i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Kemi patur historikisht. Jo në tërë për masave, se ne vetë jemi vend i vogël. Po kemi patur njerëz që mundohen
t'i evidentojnë veset që kanë politikanët tanë, liderët tanë. Dhe pastaj t'ja u kurojnë ato vese. T'ja ofrojnë pikërisht atë gjë. Pra nëse njëri është dashamirë si kumarit, i ofrohet mundësia, regjistrohet, filmohet, që çojnë para, njëri mund të jetë dashamirë si i favorëve seksuale. Ja bëjnë këtë gjë. Sa diplomatë huaj kemi ne që kemi folur në zë me njëri tjetrin, që janë ofruar këtë gjë. U është gjetur kush është vesi tyre, po nga këta që janë sot në pushtet, dhe u është kuruar ky ves. Ai që ka qenë ose ajo që ka qenë, që ka patur epshe apo dëshira seksuale, janë ofruar ato mundësi. Dhe ne i dim dhe personazhet kush i është ofruar, se nuk ka qenë personazhet pa njohur. Kjo gjë është bërë deri dhe haptazi. E nuk jam fshehur fare. Por gjithmonë ne kemi qenë me faktin që ne jemi inferior ndaj të huajve, ose mos ndaj diplomatëve të huaj, dhe ata na duken si perëndi, edhe pse ata janë toksor një lloj se ne jam me mandat, dhe ju shikoni si është e mundur që ambasadorët që vinë në Shqipëri, masi ikin në Shqipëri, karriera e tyre mbyllet. Rrallë ndonjëri nga ata mund të ketë patur duan të kthehen prapë. Jo, atyre u mbyllet dhe kthehen pastaj, dhe kthehen se ne i vazhdojmë, i dekorojmë, i kurojmë, jo plotësojmë çeve. Por këtë lloj stili ne kemi mësuar. Gjeja vesin e atij që ka ardhur dhe kuroja vesin. Ti mamon çfarë i ofruam ne me Donigale. Çfarë donte ai? Çfarë donte ai? Kush para më? Çfarë don? Do mish. Do mish fruta deti. Si e do? Kadaif e kemi çonë. Zoti Hoxha, vetëm dua të them një gjë me shumë të drejtë. Po. Vetëm kam këtu, për që mos e heqim dorë nga ajo që edhe zoti Peka e tha që shiko, roli i këtyre njerëzve, të cilët regjime të tilla sharlatane ose njerëz të cilët nuk kanë as shtyllë kurrizore, kur ka të bëjë me personalitete si Tony Blair, i cili luan disa balanca, unë dua të them për shembull që unë supozoj që edhe ftesa e ardhur për një personazh të pakëndshëm për shtëpinë e bardhë, siç është Rama, gjë që u provua që nuk vajti në vizitën e tij për të qenë një themelus në Davos, në samitin e paqes e tjera, sigurisht është ndërmjetësuar nga këto lobime dhe nga këto marrje të tyre. Jo, vetëm duke thënë një gjë, sa e rëndësishme janë rolit tyre. Kur doli deklarata e Departamentit Shtetit në lidhje me non gratën e liderit të opozitës, sekretari Rubio vetë insistoi që ne nuk do të lejojmë akte të tilla të papranueshme për miqësinë midis dy popujve, të cilët do e korrigjojnë. Del një gazetë në Nigeri, e cila boton një shkrim me tituj të mëdhenj që po juaj Berishës non grata, atëre të gjithë kriminalët e Afrikës do mbytin botën. E shikojnë Google, unë si është e mundur Nigeria të ç'lidhje ka me Shqipërinë edhe me liderin e saj. Edhe sikur bëhet kryeministri i ri, atje çfarë e prek. Edhe po shikoja thash mos është një nga shqiptar, nga këta biznesmenët që ka atje në një influencë. Kur më doli që ishte zyra pranë presidentit, ishte zyra instituti Tony Blairit. Do me thënë, vetëm për të futur në lojën politike, jo për të këshilluar qeverinë shqiptare dhe popullin shqiptar si teci përpara, po për t'i dhënë frymëmarrje një diktatori të ri që shtyp popullin e tij, ai bën një lojë të tillë që vjen vala e presionit që nga Afrika, duke thënë afrikanët që do të mbyten kriminalët duke dalë në botë. E kupton sa të thella janë këto? Nuk jeqja si presë. Prandaj këtu duhet ndalojmë se këtu është. Po të them, halli jo, ne nuk i ndalojmë dot këto lloj hienash globale. Ata do jenë qarkullim gjithmonë. Ne kemi në dorë ata që na drejtojnë ne. Pra, Tony Blair nuk do të kishte asnjë efekt në Shqipëri nëse Tirana nuk do jepte mundësinë. Se ne kemi parë sa shtrenjtë është paguar edhe bashkëshortja e tij për shërbimet që i ka dhënë. E kemi parë. Por, a kanë ardhur ata ne i kanë marrë të para apo ja kemi ofruar ne? Ja kemi ofruar ne. Ne kemi patur nevojë. Kur them ne, kryeministri ka patur nevojë për ndihmën e tyre. Tani vite pjesa jon. A kemi ne skandale të ngjashme me ato që ndodh në Amerikë? Po. Dhe janë aty, i kanë dorë, dhe për fat mirë i kanë dorë prokuroria. Prokuroria jon speciale i ka. Pse si hapësh punën e tyre, po ata i kanë. Dhe ne kemi këtu personazhe që kanë bërë të njëjtën gjë, që kanë kuruar veset e politikanëve dhe pushtetarëve tanë, që kanë bërë filmime komprometuese, shantazhuese.
Pra, i kanë fotografuar, i kanë filmuar që ti mbajnë peng, që ti shantazhojnë, që ti kenë nën kontroll. Madje kanë bërë si kusht, nëse ti do të bësh karrierë dhe të ngjitesh në hierarki shtetërore, duhet bësh kompromise të tilla. Dhe ne tashmë këtë është një gjë që e dimë, përflasim në tavolinë, por provën nuk e kemi. Prova që u kap tek historia e Akshit e ka Spaku. Shkoi për tjetër gjë, dakor, e di që në 19 qershor ata shkuan për të kontrolluar për kontrabandë cigaresh, por duke kontrolluar për kontrabandën e cigareve. Ata gjetën atje hard diskun e folderet e ku diun janë pafund, materiale të cilat ata thonë që po jetojmë, nuk e dim. Por parafërsisht dim se aty brenda ka shumë gjëra, të cilat janë prandaj kam quajtur atë kamerën që ka përdorur Gysa Gasi, një shërbim shumë të madh që ai ka bërë vendit. Ajo është një sond që është futur në brendësi të pushtetit dhe na tregon se çfarë ndodhet e bërë. Ne e dim, publiku e di, por është ndryshe kur ti e di dhe ndryshe kur ti e sheh të faktuar, të provuar dhe shef atje brenda.